Nëse i bën këto 7 gjëra çdo ditë, edhe pse janë të vogla, do të shohësh ndryshim të madh në jetën tënde. Sot do të ndajmë ty 7 gjëra të thjeshta, por shumë të fuqishme, që çdo musliman duhet i bëj çdo ditë. 2. Falja e namazit në kohë. Namazi është shtylla kryesore e fesë. Edhe nëse je i zënë, mos e neglizho. Filloje ditën me sabahun dhe do ta ndjesh ndryshimin. 2. Shletini i Kuranit. Nuk e nevojë të leksosh shumë. Edhe një faqe në ditë është më mirë se asgjë. 3. Dikri, përmendja e Allahut. Thuaj shpesh, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber. Këto fjalë janë të lehta në gjuhën, por të rënda në peshore. 4. Bëj dua, lutje personale. Mos e kufizo lidhjen tënde me Allahun vetëm në namaz. Fol me të çdo ditë, kërko, falëndero dhe kërko falje. 5. Sjellje e mirë me njerëzit. Një buzëqeshje, një fjalë e mirë, një ndihmë e vogël, këto janë adhurim. Feja nuk është vetëm në xhami, por edhe në sjellje. 6. Kontrolli i gjuhës dhe sjelljes. Ruaje veten nga fjalët e këqija, përgojimi dhe nervozizmi. Disiplina e vetes është shenjë e imanit të fortë. 7. Pendimi dhe reflektimi në fund të ditës. Para se të flesh, mendo për ditën tënde. Kërko falje për gabimet dhe bëj niyetin të përmirësohesh nesër. Nëse kjo video të ndihmoi, shpërndaje me dikë tjetër që ka nevojë dhe mos harro të ndjekësh për më shumë përmbajtje të tilla.